Gjatë një takimi të mbajtur në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama ka adresuar disa çështje të rëndësishme lidhur me procesin e votimit për emigrantët, duke shprehur shqetësim për situatën aktuale, veçanërisht në Greqi, ku shumë emigrantë po hasin vështirësi. Rama ka kërkuar mbështetje për emigrantët që jetojnë jashtë vendit, ndërsa ka shpjeguar se Partia Socialiste është e angazhuar për të siguruar një proces më të drejtë dhe më të lehtë për ta. Këtu përfitoj nga rasti, duke besuar që na shohin nga Greqia, t'ju them, jeni regjistruar për të votuar. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesha të gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane, sepse unë besoj që shqiptarët e Greqisë janë ata që mund ta kuptojnë më mirë se të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se të gjithë shqiptarët e pjesës tjetër të Europës se çfarë do të thotë kjo pasaportë. Ma prezantoi gjithashtu planin e Partisë Socialiste për zhvillimin e Gjirokastrës, duke përmendur investime që do të realizohen për ta bërë këtë zonë një destinacion më tërheqës për turistët. Këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejtë midis Gjirokastrës dhe Bregdetit rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra dhe koncepti i përgjithshëm është gati dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport i madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë. Dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës. Përveç kësaj, Rama komentoi kontratën e lobimit Partisë Demokratike, duke cilësuar si një përpjekje të pasuksesshme dhe jo produktive për të ndikuar në proceset politike. Hapiteshim dhe qeshnim se dhe po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani. Me këtë kontratën e patriotëve, që befasisht 3 patriot nga e njëjta familje në Tropoj, ju linin zemër që të nxjerrin 6 milion, që të mbrojnë Shqipërinë nga unë dhe nga ju, dhe që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta. Ai theksoi se është e rëndësishme se Shqipëria të përqendrohet në reformën e integrimit evropian dhe të sigurojë përmbushjen e kushteve për të hapur negociatat e anëtarësimit.